Avokat, shpesher po përflitet që së shpejti do ketë arrestime, do krijohet qeveria teknike dhe ndërkohë që zgjedhjet po afrojnë, a besoni që do ketë arrestime dhe qeveri teknike? Tash ashtu sikur se të gjithë qytetarët e tjerë Shqipërisë, edhe unë besoj në deklarimet që bën profesor Pullum Pilinçi në media, që do bëhen arrestime, do të merren pronat, do të shpërndahen shqiptarëve, do bëhet qeveria teknike. Shpresoj që se kohë ka akoma, se pardi u shkri parlamenti. Kështu që janë të tëra kushtet dhe të tëra mundësit, tashi që qoftë që të bëhen arrestimet, qoftë që të bëhen sekuestrimet, qoftë edhe të ngrihet dhe të shpallet qeveria teknike. Avokat, a besoni që partitë e vogla do kenë mundësi të marrin ndonjë deputet? Jo. Partitë e vogla ose partitë që siç i kam quajtur unë në mënyrë të përsëritur, nuk do marrin, nuk do kenë përfaqësues të tyre, sepse janë të tëra ose mund t'u japin nga një kock këta të dy të mëdhenj, partitë e mëdha, mund t'u japin dhe atyre nga një kock që të thonë ja u përfaqësuan dhe të vegjël për të treguar që këtu ka pluralizme dhe ka pjesëmarrje të gjerë. Po ata po hajnë njëri tjetrin, po marr Dashnor Sulën. Dashnor Sula ishte me PD-n, vajti tek LSI-ja, nga andej vajti tek PS-ja, tani prap e ka kërkuar Salihu që të kthehet. Këta janë karagjozë, këta janë burra shteti, janë politikanë. Lëpihet ai për një karike deputeti, po deri dje ishte deputet, çdo më, ç'a bëre kur ishte? Se ishte zoti Sula. Na pëlqejnë ato deklarimet e tua dhe në ato batuta të lëshoje. Po praktikisht një ishe, s'kishe që bëje, dhe s'kanë që bëjnë. Këtu është ngërçi i jashtëzakonshëm, është legalizimi i diktaturës nëpërmjet kodit zgjedhor, nëpërmjet marrëveshjes së vitit 2008 në 21 prill. Aty u rivendos diktatura e Partisë Punës dhe fjala rilindje e kam thënë edhe the prapë të japi sy shqiptarët. Është rilindje për Partinë e Punës, nuk është rilindje se leu një qëngjë. Është rilindje e teorisë komuniste, e Partisë Komuniste të Punës të Shqipërisë. Janë ata në pushtet. Dhe këtë vërteton dash ekzistenca e zonjës Balluku, zëvendës ministre, dhe dash mbiemra të tjerë të njohur. Deri dje ishte drejtoresha ATP-s, ajo Sonila Qato e bie Llambikek Prifti, po Llambikek Prifti ishte kandidat i byrosë politike, pra janë po këta në pushtet, s'ka lvizur gjë. Dhe për këtë kërkojnë qytetarët shqiptarë dhe më kapin për ditë për xhakete. Avokat ke deklaruar i do bëhet, qeveri teknike do bëhen zgjedhje. Më duket dhe mua sikur e kam thënë unë këtë, unë nuk e kam thënë nga vetja. Avokat, a ka ardhur koha që në Shqipëri të bëjë i detyrueshëm shërbimi ushtarak dhe a kemi kapacitete ushtarake për të mbrojtur veten nga armiqt? Heqja e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Qarmatosja e Shqipërisë në mënyrë të plot. U qarmatosën, u eliminuan, u zhdukën shkuan për skrap avionët, kemi pasur 150 avionë, ne s'kishim pak. Ishte një fuqi e konsiderueshme ajrore në zonë, në Ballkan. Kemi pasur 1100 tanke, u zhdukën. Le pastaj gryka zjarri artillerie edhe pozicione të fortifikuara e tjera dhe të tëra këto u shkatëruan dhe kanë arritur që tani i shet ky presidenti ynë, ky kusari president, se i shet për vete ky, i shet dhe i merr për vete ato para të shet bazat, shet presidenti i Republikës, shet bazat, ish bazat ushtarake në Bregdet dhe u ka dhënë klientëve të tij. Që ka ardhur koha, ka ikur, jo ka ardhur. Ka ardhur ka ikur për të vendosur shërbimi i detyrueshëm ushtarak, sepse po qëse do ekzistonte shërbimi i detyrueshëm ushtarak, nuk do kishim në asnjë mënyrë djem që shpërndanin dhe përdornin drogën. Se 2 vjet ushtri të sjellin terezi, nuk ka disiplinë, nuk njohën jetën, po s'bëre, thoshin përpara pleq në vendin tonë, thoshin kështu.
Brilin e parë fëmijës ja thyen shkolla, brilin e dytë ja thyen ushtria, djalit. Edhe pastaj bëhet i aftë për jetën. Pra nuk ka ushtri, nuk ka disiplinë, nuk ka seriozitet, prandaj jemi dhe këtu ku jemi. Urgjentisht duhet vendosur shërbimi i detyrueshëm ushtarakësh. Urgjentisht, bile jemi shumë të vonuar. Tani emrat nuk kam si t'i di, se s'kam qenë në ato struktura dhe nuk as jam përdjekur nga ata vetë. Vetë nuk jam përdjekur nga ata. Po kam parasysh këngëtari Sherif Merdani bie fjala. Një këngëtar i shkëlqyer, një njeri në punë të tij, një mjeshtër i këngës, e morën e futën në burg shokët e tij. Tjetër, kemi atë vllajën e sportistit Salvador Kachaj, si e kishte ky këngëtar i lirik, një zë brillant, një artist i shkëlqyer, e përndoqën sa e futën në burg dhe kolegët e tij. Ishte një shoqëri dhe një strukturë e shtetit që nuk linte molekull të shoqërisë shqiptare, pa kontrolluar, pa survejuar, pa dhunuar dhe torturuar. A ka pasur këngëtarë të tjerë përveç Parashikës Simani? Ka deklaruar Alida Hisku, ka deklaruar vetë. Madje ka thënë kështu, na fusin në burg, atje në qeli, na mbulonin kokën me batanie dhe na përdunonin me radhë hetuese dhe prokurorët. E ka deklaruar ajo, nuk e them unë nga vetja ime. Dhe ata s'kan marrë përgjigje, ata s'janë dënuar, ata nuk kanë dhënë llogari, sepse akoma janë në pushtet, akoma janë në strukturat e shtetit shqiptar, në mos vetë ata që kanë qenë të rinj, pasardhësit e tyre. Se duhet të rrim shtërmet flasim drejt. Me ligjet e diktaturës nuk lejohej që të bëje të ushtroje torturë, që e ndaluar me ligj. Tjetër gjë se që bënin ata pasaj dhe nuk e për llogari dhe nuk i kërkon të kërkush, sepse në verja të donte që të vinte njëri të vresi njëri tjetërin, të godisi njëri tjetërin. Por me ligj ndalohej, ndërsa këta kanë shkelur ligjin dhe se gjë ja aty ke. Absolutisht asnjë gjë s'ka ndryshuar. Dhe janë po ata oficerë dhe hetues të sigurimit të shtetit që kanë bërë ato krimet, qoftë tek arti, qoftë tek kultura, qoftë tek sporti, pse harruam atë Kondo, si e kishte ai peshngritësi, Anastas Kondo. A ishte kjo përndjekje që u bë Parashevitës që u detyrua që të largohej nga Shqipëria? Padyshim, padyshim. Iku nga sytë këmbët. Shqyr që u liruam, shqyr që shpëtova nga se nuk ka të merë më të madh, nuk ka të merë më të madh për një grua se sa të përdunohet sistematikisht nga njëri të cilin se shëdot, por s'ka nga jam band. Dhe ajo këtë gjë ka deklaruar, e ka thënë. E kemi thënë dhe personi që e ka torturuar, se vlen më bara qena, se s'do merrem me të vdekurit. Dhe t'jap llogaria që ku ka shkuar. Por që atë e ka torturuar, pa diskutim.